Hello, përshëndetje, mirë mëngjesi, si jeni, si po ja kaloni. Qa ka najt 3, qa ka najt 4. Unë sot kam dalë për pak shopping make-upësh, se në ftyre. Tani kam marrë ti gota, edhe do marrim setting spray tin preferum, se më kam marru. Ja ku e erdhëm. Hapu. Kur vite këto dyshane kështu ti gota, ku e sapone, duhet me hec me sy myll, edhe me shku drejt aty ku është diçka që më duhet. Të përndryshe, veç harxoj lek. Edhe ja ku është settingu spray që nga në ofertë nga 17 euro, mos ja fut kot, sa kaq kushtone? Nga 17 euro që nga në ofertë 12 euro. Next stop, Action. Te Action pëlqen me ardh, normal jo pa budalliqe. Por në këtë rast kam marrë thik sepse du me ble znek, sepse du me ble një kuti që ta majnë makinë, edhe ta mush me çokolata, karamele, kështu me e pas. Çdo herë që jam makinë, ndoshta më ngrihet diçka, ose edhe kur kam dalë me shoqet, kam vure për shembull që kur kthehemi na haj diçka, po ndoshta janë gjitha mbyll, sepse mos më pas diçka me gric. Ja për shembull diçka e tillë, po kjo është e vogël. Ndërsa kjo është shumë e madhe. Po diçka do e gjej. Edhe kështu për shembull që është më stabile. Këto të plastikës kështu nuk më pëlqejnë hiç. Se di më duken kot. E gjeta dhe besoj është madhësia tamam. Që tani do e mush me karamele. Ja këtu ka lloj karamelesh, çokolatash, senesh. Tash ta shohim ç'a do marrim. I mora ca budalliqe. Total kam harxhu diku te 14 e 18. Kam marrë këto pretzel me shije jalapeno, do jenë djegse besoj. Pastaj Doritos me honey barbecue flavor. Okej. Banana chips, këto më janë fiksu këto kohët e funit, që janë chipsa bananje, do të thënë banane e thatë. Mars, këto çokolatat. Edhe këto do t'i hapim që t'i lej hap me. Kjo ka bë diku te 4 euro, sepse kjo është një mix Haribo, edhe ka shumë kutia të vogla. Ja e sheh, ka tanasenet, ka rushat, ka këto që janë kështu fritsi, ka këto tjera, gjitha i ka këtu mrena. Pastaj mora edhe Kinder, një pako 8 kështu. E kemi bo një mix këtu. Mora edhe këto, ati tregova këto. Këto janë me Coca-Cola dhe me qërshi. Nuk është se ngjanë shumë bukur, po nuk është se duhet ngjaje bukur. Thjesht duhet ketë opsione. Edhe pastaj kripura nuk mora shumë sepse s'kishte opsione me pakot vogla. Edhe unë i doja me pakot vogla që ti nxaje këtu. Nuk i doja me pakot mëdhaja. Një 2 opsione i kemi, edhe tani shi sa cute ngjan, pritet ta tregoj mirë, të heq edhe kët. Shife sa cute ngjan tani. Edhe kët e majmë në makinë. Po e kaloj këtu mrapa, ku është edhe çadra. Po çadra rrim punë vet. S'ka lidhje. Edhe këtë e lejmë këtu te kjo sedilja, inshallah nuk fluturon, sa ne i saktej. Ashtu, kur do diçka krap, merr. Edhe këto jo veç për veti, po edhe për shoqet e mia. Kështu që a nuk jam shoqe perfekte? Jam. Ma në fund të erdha në shtëpi e tash do të tregoj se çka kam bler. Ti do thush po ngelo robo tu ble sene. E tu na tregu se ç'a bleve. E vërtet. Ama kam pas gift carde. Kështu që lejohet. Lejohet në këtë rast, okay? Në këtë rast lejohet, sepse ato gift carde duheshin për dorë. Duheshin shfrytzu, si kam fajt unë, okay? Blevat e Zara, si mund ta quajmë, nuk e di, por është kështu. Okay? Edhe ti e vesh, edhe myllet këtu para. Edhe është roz, sigurisht. Nuk është se jam të dash me e vesh, se jam të pritu me myll, se e ka mbylljen pak të vështirë, se është me kështu me kopsa. Sigurisht që nuk vishet me bluzë tjetër poshtë, është thjesht si top. Edhe nuk myllet aq kollaj, por myllet po mos kem asgjë tjetër poshtë. Kështu që nuk duhet vesh me asgjë tjetër përveç se kjo, edhe myllet, edhe del shumë cute, ta them unë se e provova. Këtë e mora sepse ishte në ofertë. Ishte në skonto nga 29 euro, 8 euro, nga 30 euro, 8 euro. Pastaj te Tiger mora prap banana chipsa, po këto për me i majtë në shtëpi. Te Sephora pastaj doja me marrë një vaj flokësh, po jo vaj flokësh për gjatësi, to kështu. Mora një vaj për kurën e flokëve. Edhe është nga Sephora, marka Sephora, Hair Clear.
se di, po ajo më tha është i mirë. Edhe unë, si budale, ha sapunin për djath, edhe çdo që të ma këshilloj, unë e marr. Edhe si përfundim te Kiko. Pritse te Kiko i kemi marrë ca sene. Harrova që te Sephora, nga që kam pas ditëlindjen, më dha këtë kremin për trupin, Argan, prap nga marka Sephora, se gjithmonë kur ke ditëlindjen t'japin një dhuratë. Edhe këtu unë i besova, do me thanë, çat më thojnë, unë e baj. Okej, çat më thojnë. Ti jam thu që nëse unë harxoj 30 euro, kam një dhuratë. Okej, unë do harxoj 40 për siguri. Edhe harxova 40 sepse mora. Kështu që mungon diçka, no. Mora këtë lip marker numri 107, dhe është kjo ngjyra. Kështu. Pastaj mora një laps për buzët. Hala nuk e kam gjetë lapsin taman si që duhun, pa te e kam pa veç në andra. Mora këtë lapsin. Okej, që është pak si kaf. Bo, nejse. Azet se di se si është, po është i lezetshëm. Pastaj sigurisht që te Kiko, a mundesh mos me marrë lip gloss? Lip glosset te Kiko mund të jenë të preferumit e mi, sinqerisht. Edhe mora këtë, Leila, numri 27. Sa i bukur është ky. Nuk e ke idenë. No, vabbè! Kukull! Edhe nga që me këto 3 sene nuk e kisha kap 30 ershin hala, mora edhe i tjetër diçka. Mora disa xixa, highlighter në fakt, me piksynimin që ti përdor për trupin. Glitter e kanë emrin, edhe është kështu, shife sa xixa ti ka. Me piksynimin që këto mund t'i përdor kështu. Nga që bleva këto, kisha drejt një dhuratë. Edhe dhurata që zgjodha, sigurisht ishte një gloss tjetër. Gloss Supreme Plush Kiss Lip Gloss. Shumë i lezetshëm edhe ky shife. Shumë cute. Por është goxha i ngjashëm me këtë tjetrin, veç se ky e ka hijen edhe Leila, ndërsa ky është total transparent, pak ma roz. Shiko. Ka diferencë, okay? Nuk janë njëjtë. If you know, you know. Plus më dha edhe një tester parfumi te Kiko. Që s'kam marrë asnjëherë parfum te Kiko. Poshtë kisha Tom Fordin, se kur hyna te Sephora, a munet robi mos me hedh Tom Fordin? Se me e blesi, edhe tu e blesi, sepse kusho 350 euro. Por, nëse do me ma dhuru, hyna edhe te Hollister edhe ishte një xhaket, Coca-Cola, 125 euro, no thash, prit herë. 125 euro xhaket Coca-Cola. Zban, prit se ti nuk e di se qa ka ndodhë. Është një histori shumë funny dhe shumë cute. Pas pak unë do dalë se kam ca punë. Du t'i hit blejni kështu që ban kachurrelat, se mu ka prish pjastra që përdorja. Edhe kjo nga që është katrore nuk ban kachurrela. Se si qa ka ndodhë, tash. Në gjë me vëmendje. Isha te një qendër tregtare para disa dish, edhe hy unë te Nix. Tani unë do t'i bi kakina, kështu që nëse s'do me e ngju, din nga videoja. Do t'i bi nga kina se kam qef me tregu shumë detaje. Hy unë te Nix, që është dyqani make-upit. Edhe doja me provu një Liquid IV quhet ajo. Edhe është si kështu tinta labra që i njollos buzët, por për me provu nuk isha e sigurt për ngjyrën. Edhe shitja thot, ta provojmë një, aplikoje, edhe pastaj bëj një gjirë në për dyqane, edhe ktheu mas një 10 minuta shiqere kore. Okej, në rregull. E aplikoj unë, po sigurisht që ngjyra ishte pak e errët. Edhe dal nga ky dyqani, pak e shumë se s'është fiks dyqan. Edhe vazhdoj unë duke hec drejt një dyqani, veç kur e shoh një djalë përballë meje që vazhdonte edhe kthete kokën, duke më pa. E thash, po ky çka ka, tash ka, me mendjen time unë isha duke menu kaq keq dukem me këtë buskuqin se ishte pak i errët, saqë edhe ky s'ka pun tjetër veç të më pa mu. Së dita është qa ka më njeri. Veç kur nalet, edhe vjen drejt meje, edhe më thot, a beson në colpo di fulmine quhet këtu në Itali, që është paka shumë si me thanë dashuri në shikim të parë. Edhe unë i them, po, besoj në dashuri në shikim të parë, nëse për këtë e ke fjallën. Edhe ky më thot, po, për këtë e kam fjallën, sepse fiks kjo më nodhi mu tani që të pash ty. Qa thu, njeri, qa thu? Ngela pak si kshun, edhe i thash, faleminderit shumë, i thash, nuk di qa të them ma tepër se kaq. Edhe më tha, no, sepse unë sa të pash e dija që duhet të flisja, se po mos të kisha fol tesh, nuk do të kisha pa ma kur për jetime, që ashtu do ndodhi, se s'ka me pa ma kur. Edhe pasaj u prezentum, tha piacere Vincenzo, piacere i thash, Arsola, edhe më tha, quanti anni hai? I thash 26, më tha, falë, sa vjeqe jem, tha, se mu torna ka i herë, 26, i thash jam, po ti, 30, më tha, okej,
edhe ishin I bëfsh. Edhe më tha nuk e di në qoftë se ke dëshirë për që të nifemi ma te, për anej këtej, të falenderoj shumë I thash dhe e vlerësoj shumë gjestin dhe vlerësimin që ti pate kundrejt meje. Ama nuk jam në këtë moment I thash për njohje me asnjë njeri, por faleminderit. Edhe tha, jo po pse, jo po anej, jo po këtej. Edhe I ra shkurt I thash, nuk ka shumë që jam nda, edhe nuk është menja tani, tamam për me nis një njohje. Edhe më tha, okej, në rregull, aty e prishi pak muhabetin, sepse më tha, jo po asu nuk është se po kërkoj diçka shumë serioze. Dhe ta në dim kjo që do me thanë. Kështu që, skip nga tjetër, ti e unë nga tjetër, bye bye. Lajra, best hair oil shqiptar. Edhe kështu mbyll muhabeti me Vincenzon. Por ditë them që ishte shumë cute, më habiti fakti që ka hala meshkuj, që kur e shohin një femër të bukur, kështu ma, siç në supermarket, në qendër tregtare, shkojnë edhe I folin. Sepse tani shumica e meshkujve normal, okay, shkruajnë në rrjetet sociale, çista, sepse nuk është se është aq kollaj me dal në rrugë edhe me e pa me se s'ban një djalë ose një femër që të pëlqejnë. Ama tani normal është normalizu fakti që kontaktona në rrjetet sociale, ose vetëm kur jemi në për lokale, klabe, budalliqe tjera. Ndërsa si duket, ka hala meshkuj që kur e shohin një femër të bukur në rrugë, e nalin. Po jo e nalin, I bëjnë ndaj fishkëlliv ose I hedhin ndaj fjalë. E nalin tamam edhe I folin. Tani ishte pak cringe, mënyra se a beson dashuri me shikim të parë. Cringe por cute. Ka dal dielli, po vjen aromë pranvere. Është tjetër jetë, është tjetër ditë. Me thanë, shijohet ndryshe, është ma bukur, është ma mirë. Kështu dona të lutem, pranvera, hajde sa ma shpejt. Verë, hajde sa ma shpejt. Shifeni kush ka marrë patentën. Jo. Tash unë do dal xhiro. Atëherë na duhen ja 2 orë I herë për më unis, sepse Lisa duhet sistemoje 700 sene, jo po pasqyrë. Unë pastaj duhet me sistemu përsëri se ti jetu mi lëviz gjitha. Edhe pasqyrën mes ma lëvizi gjitha. Vetë thash në fakt jepi. As kërkova, as... Sa erdhi zbrita I thash jepi. Frenat e dorës. Çfarë? Frenat e dorës. Në rregull, tani dën. Mrapa është? Fund fare. Tani jepi drejtim. Jam të pas frik. Sa e kam sistemu, rikordati që sa I kam ran Janit. Shala bona që në shnoshe mirë. Po ikim deri në Oreo Center, sepse du me pa një... Pesimista, për favore. No, unë se pesimista si herë. Allora. Po ikim deri në Oreo Center, sepse du me pa një kështu për me bë kachurrela, si që thash ma për para. Edhe ti? Shnet. E gjeta unë mallin. Roventa me Karl Lagerferdin. Qa do me marti? Po kjo është nga ato që edhe pjastron edhe bën onde. Infatti. Interesante. Njerëz unë kam hap dyqan, në qose do njëme. kam hap, qaj ka të shkryt me ty? A Dreams Donuts Fix dyqanim. A do në me I hedhi sy? Sy. Pritja hedhim I sy. 4 sy. Duke delicious. Pierrot me pane nga Bergamo to Anger crudo. Seriate. Qa do në me marrë të Pierroja? Qa do me marrë? Ma e menon për bak. Madonna. Ma tu vuoi dolce o salato? A don të kripura apo të ëmbla? Të ëmbla, jo më do gelato, për jam shpon. Daj gelato. Io stavolta, uno si gjithmonë sufle, no basta. Basta sufle. No, dai, devo cambiare, fammi cambiare. Ka mundësi të marr. Si gjithë thosë e Gjani nuk hajnë gjithmonë grosh. Nuk hajnë gjithmonë grosh, po edhe hajnë. No, ka mundësi të marr, c'è una crepe. O quasi la piadina con la Nutella. Ma dai, che te la fai a casa. La piadina con la Nutella. Allora crepe, mi sa po ti? Frappè di gelato. Dai frappè, cosa lo fai a casa? Però anche I pancake. E li faccio a casa.
Ne un pancake e gelato. Pancake apo crepe? Pancake. Che pancake vuoi? Io con sciroppo. Io me fragola e Nutella. Që tani ne do porosisim nëse vjen kush me na marr porosin. Tani pyeti si thuhet në italisht? Oh po, kemi një pikë pyetje shumë të madhe. Si thuhet italisht? Kemi lan nam. Ke lan nam. Jena kurit. Si thuhet e koritmja? Nami. Si thuhet? In italiano. In Come si italiano? dice in italiano? Ose edhe në një gjuhë tjetër. Abbiamo lasciato... Abbiamo lasciato il nami? Nami. L'abbiamo Nam. lasciato. Il nami l'abbiamo lasciato, l'abbiamo perso, ka vdek nami. Iku nami. O zot, shifa manqa na ka ardhur. Po unë se pa ishte edhe me akullore. Hajde hidhja. Ashtu bravo. No vabbè. Bol. Rujet sa për ma vonë. Herë shpi mas gjithë këtyne gjiro edhe qa kam ble, s'kam ble kush e di se qa. Kam ble larsin e fytyrës ky nga qerave që përdori gjithmonë blemish control cleanser. Edhe bleva si përfundnim një pjastër që bën ondet. S'man fund, u bot sa vite që nuk e përdori kështu se gjithmonë përdorja pjastrën. Por si që thash 20 herë në këtë video u ka djeg. Tash për shofim nëse kjo funksionon mirë, edhe 25 euro, nuk e di sa mirë do funksionojë 25 euro. Besoj, as nuk e di, ky vlog është super lamsh, nuk e di se qa kam regjistru, qa do dali, shpresoj do dali mirë. S'doli mirë shnosh, bëjmë tjetër. Faleminderit shumë që ndoqe këtë lamsh, edhe mos harro të më ndjekësh në rrjetet e tjera sociale, sidomos në TikTok, sepse kam fillu me hy live super shpesh të kote funit, edhe që merrna me thashë theme. Edhe shikemi në videon e radhës. Paqim!